PDK është e djallë. Po, dhe PDK-ja deklarativisht Po, e merë djallë. pjesë në forumet liberalve, në rrjete evropiane, kryesisht. Po flasë për këto partitë që janë pak më të vogla. Kjo është demokristian që si grupim politik po vazhdojnë me mbjetu edhe matutje. Nuk ka organizim politik, ka autoritete, ka njerëz, ka... Si brom të LDK-s besoj edhe zonjën Osmani e konsideron e djathtë. Zonja Osmani është rrinë shkollë djathtë. Të çka mundi për te saj me po. Po në kuptim, aja ka fillu karierën politike në zyrën e presidentit Fatmir Sejdiu, si angazhim politik. Përfaqëson qatë ecje politike të LDK-s dhe të partive popullore evropiane, në cilën ne naturisht sponsor kryesore kemi CDU-n, tash me të drejtën na jemi privilegjuar për këtë rajonit si antarë vëzhgues në Partitë Popullore Evropiane, ne kemi pasur edhe parti politike. Pra do të ishte në këtë logjik, në këtë frym i një bashkim do të ishte krejt i pritshëm. Me bashku edhe grupet, edhe njerëz, edhe mendimet që përfaqëson e djathta, që përshin bërthaman kryesore, partia AM këtë racion LDK-ja si qendër e djathtë dhe ardhen e tjere. Tani ju e dini ka pas mendime ndryshme në Kosovë se atë duhet legalizohen fraksione, atë duhet sillen fraksione, cilën LDK-ja gjithmonë ka qenë e konsolidume, në këtë rafsh nuk ka pranu, nuk ka leju, sepse ne jo vetëm që ne kanë shkaktu dhimbje, se që u përmend, sepse fraksionimi nga LDK-ja ka ndalë 13 grupe politike, 13 fraksione politike që kanë marrë pjesë në jetë politike në Kosovë, që asë njona prej tyne nuk i kam bjetu politikisht. Po krejt dhimbjet që ja kalon LDK-s, neve në kanë kushtu. Zotja Zi, se kam përshtypjen që nuk i dha përgjigjen profes krejt Jo, ja dhash. Jo, në fakt. Përderisa Vjosa Osmani, përderisa Vjosa Osmani nuk e definon. Nëse e definon, vështrojmë pyetjen, si do të akomodohet? Kjo paragjyku, se në gazetari mirë, tasho, mosëm detyroni me paragjyku, çka nëse aja nesër në lëneve të lakt, dhe vendos me ushtru profesionin akademik dhe statusin e ish presidentit. Kjo duke shumë e lartë. Unë jam shumë i kënaqur me... Më falë. Unë jam shumë i kënaqur me... Vjosa Osmani duhet me sqaru. Zotja Zjeri e tha në mënyrë shumë elegante që ajo fillimisht, sepse unë realisht i referova një realiteti, jo një vendimi të shpallur të zonjës Osmani, po i referova një realiteti që ne dim që ekziston edhe një mendim edhe diskutim në LDK, në një format apo tjetër, formalisht ose jo formalisht. Kryesisht informalisht, ka bisedime për këtë çështje, po megjithatë ju referova kësaj si fakt për prishmërinë. Nuk i referova që ajo sot ka vendos. Megjithatë, zotja Zia e shpjegoi në mënyrë shumë inteligjente si politikan me shumë përvojë që është, që ajo tha do të ka shkuar dhe po shkon me qytetarët e tjerë me fol, dhe me siguri ata që do t'i thonë që bashkohu me LDK-n, edhe do të dëgjojë zërin e qytetarëve dhe do të shkojë aty. Kështu që